Për herë të dytë brenda pak muajsh, forcat greke të reagimit të shpejtë të sektorit verior janë aktivizuar së bashku me departamentet e komandove në rajonin malor të Prespës në kufi me Shqipërinë. Operacioni i quajtur Pirpolitis 11-13 është zhvilluar dje në agimin e së premtes për të identifikuar dhe neutralizuar grupet e armatosura të UÇK-s dhe UÇÇ-s brenda territorit grek. Forcat speciale dhe komandot u zhvendosën me 4 helikopterë Chinook të mbështetura nga 2 helikoptera Apache. Sipas portalit Defensenet.gr, ka prova se shqiptarët fusin në Greqi armë nga rajoni i Prespës për të zhvilluar metodë veprimtari të paligjshme. Kujtojmë se në rajonin e Prespës u vranë 2 shqiptarë dhe 1 polic grek, ngjarje pas së cilës kryetarët e komunave të zonës bën thirrje që ushtria të mbrojë grekët e zonave kufitare, të cilët ndihen të kërcënuar nga kriminalët shqiptar. Në operacionin e urdhëruar nga shefi i mbrojtjes, paralelisht me forcën e reagimit të shpejtë të zonës veriore, u aktivizua edhe sistemi i mbrojtjes ajrore të vendit. Merrnin pjesë të gjithë njësitë, por interesi ishte përqendruar në sistemin e raketave antiajrore S-300. Sipas burimeve nga shtabi i përgjithshëm, rezultatet kanë qenë mbreslënëse. Një stërvitje e ngjashme me të njëjtin qëllim është zhvilluar edhe mëngjesin e 10 shtatorit të këtij viti pranë malit të Gramozit. Sipas burimeve nga shërbimet sekrete greke, UÇÇ ka 5.000 persona të armatosur që janë gati për sabotime dhe luftë guerile në Greqi. U tha se stërvitja kishte qëllim parandalimin e ndonjë veprimi të mundshëm ekstremist në dëm të interesave të Greqisë.